Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale përmes Institutit të Shëndetit Publik i bashkohet edhe këtë vit javës europiane për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës për të rikujtuar se parandalimi shpëton një jetë. Ky është një moment i rëndësishëm për të rritur ndërgjegjësimin mbi kancerin e qafës së mitrës dhe rëndësinë e veprimeve të hershme për shëndetin e grave, duke u mbështetur në përvojën e programit kombëtar të depistimit të kancerit të qafës së mitrës, i cili zbatohet nga ISHP, si dhe në praktikat më të mira ndërkombëtare. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka vendosur që në vitin 2026 të zgjerojë fashën e moshës për gratë që përfitojnë nga programi, duke përfshirë tani edhe grup moshën 35 deri në moshën 55 vjeç. Ky zgjerim synon të nxjisë ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e grave në programin e depistimit, të rrisë mundësitë për diagnostikim të hershëm të kësaj sëmundje, si dhe të ulë rrezikun afatgjat të saj. Kanceri i qafës së mitrës është një nga kancerët që mund të parandalohet pothuajse plotësisht përmes vaksinimit kundër HPV dhe depistimit të rregullt. Për më shumë informacion mbi programin kombëtar të depistimit dhe vaksinimit kundër HPV, qytetarët mund të vizitojnë faqen e Institutit të Shëndetit Publik ose të komunikojnë me qendrën e tyre shëndetësore më të afërt.